Një qenie njerëzore nuk ka lind në trupin e gabuar. Çdo djalë dhe si kundër çdo vajzë ka lindur në trupin e duhur. Zoti nuk bën gabime. E para, e dyta, nëse ka një disproporcion hormonal, atëherë ka mjekime. Shkenca, nëse është në gjendje sot, nëpërmjet këtyre agjendave të kthejë mashkullin në femër, sa nuk qenë ka në gjendje që ta mbaj mashkullin mashkull. Po pse Zoti nuk bën gabime, se ne jemi të ndëgjeshëm që njerëz të tillë ekzistojnë. Pra, këta njerëz nuk janë gabime të Zotit apo nuk janë, jo, nuk do t'i quaja kur gabime, nuk janë bi të Zotit. Shikoni, a nuk i ka bërë Zoti këta dhe nuk thash. Ata nuk është se mund të themi i ka prishur shoqëria rrugës. Pra, kanë lindur me këto preferenca dhe janë bi të Zotit. Askush nuk lind me preferenca. Secili mund të lind në dimensionin e tij fiziologjik, anatomik ose biologjik. Po Freudi nëse flet për familjen seksual të qenieve njerëzore thotë që deri 5 vjeç. Po i shpjegoj këtë. Po. Që ka njerëz të cilët nga natyra për shkak të trashëgimisë së prindërve, për shkak një gabimi gjenetik, për shkak problemeve natyrore, mund të lindin me një disproporcion hormonal në trupin e tyre. Pra djem që mund të kenë në mungesë hormonet mashkullore, ose vajza që mund të kenë në mungesë hormonet femërore. Por kjo është një çështje që e zgjidhur tashmë. Pra nuk ka nevojë që të hysh në një botë konfuzioni, sepse mendimin e prindërve dhe të këshilltarëve dur për qark, kjo është një çështje e zgjidhur dhe e superuar, e tejkaluar. Tani më lejoni t'ju tregoj këtë tjetër. Po. Ka pas vajza të cilat kanë qenë në një moment konfuziv dhe kanë dashur të bëhen djalë. Prindrit i kanë kundërshtuar. Psikologët dhe mësues janë në shkollë e ka marrë vesh, kjo është historia Kanadas dhe Amerikës. Historia në Kanada ose në SBA. Janë 10 të tilla. Ja kanë heq fëmijën prindërve, ja kanë marrë fëmijën prindërve. I kanë strehuar në këto qendrat e tyre të strehimit, i kanë injektuar bllokues hormonal që të mos rritet fëmia në vijim vajza si vajzë, në mënyrën hormonale që në pubertet të mos shkojë si vajzë. Po farë si do të funksionojë ligji? Mund të dikush të më marrë mua një vajzë apo një djalë 9-18 vjeç, si nën apo si baba? Absolutisht që po. Absolutisht që po. Ku qëndron e drejta hyjnore e prindit? Për këtë po luftojmë pra. E ne po themi që edukimi seksual i fëmijëve duhet të mbesi domenë, detyrë dhe përgjegjësi e nënës dhe e babës në shtëpi. Dhe për të përfunduar mendimin shumë shkurt, vajza janë bllokuar hormonet në mënyrë natyrore, janë dhënë hormone mashkullore, në moshën 14 vjeç ka bërë ndryrën kirurgjikale dhe bërë djalë. Dhe hormonet është e predispozuar dhe pas ndryrës kirurgjikale që t'i marrë gjithë jetën e vet në vijim, si mashkull. Ndërkohë ka pas jo pak raste të këtyre vajzave që kanë bërë transitionin, pra tranzicionin, kanë bërë ndryrë kirurgjikale, kur janë bërë 16 apo 18 vjeç, kanë shkuar në vetvrasje dhe kanë lënë dhe një pusull, një letër, duke shkruar, askush nuk më tha që ishte më e vështirë të jetoja si djalë se sa si vajzë. Dhe për këtë po ja fund jetës, sepse janë në përballje me natyrën, janë përballje me e vështirë është jeta në të dyja gjenita, po e vështirë është jeta se do që të zgjedhësh. Kur qenë kur zgjedhjet nuk janë të tuat. Kur është e vështirë në gjininë tënde natyrore, sa më e vështirë është kur ti zgjedh një gjini që s'është e jotja. Ndërkohë që unë këtu lexoj një raport që ma keni sjell, gjetjet kryesore, raport për mbledhjes mbi qëndrimet e qytetarëve ndaj projektit për barazinë gjinore. Kush e ka përgatitur? Në fakt është vetëm një ekstrakt, jam shumë pak faqe, raporti është 130 faqe, është bërë për 10 ditë. Synimi ka qenë që të intervistoheshin 4.000 të anketuar, pasi numri 4.000 anketues përbën dhe nivelin akademik të një standardi për këto anketime dhe këto raporte. Në 30 orë, Suela kanë qenë 10.010 qytetarë që kanë dhënë mendimin e tyre mbi 28 pyetje të drejtuara në këtë anketë. Është organizuar nga Instituti për Liri dhe Trashëgimi, janë profesionistë këta persona që janë marrë janë statisticianë dhe ekonomistë që janë marrë me këtë çështje, është vetëm një ekstrakt. Unë thjesht po kaloj vetëm 3 çështje shumë shkurtra, anketa kombëtare për opinionin publik që është iniciuar nga ky institucion, me qëllimin për të kuptuar se çfarë thonë shqiptarët mbi këtë projekt ligj të barazisë gjinore që është propozuar në parlament nga këto organizata LGBT. Dhe flasim me shifra se më bën përshtypje, 97.6% e shqiptarëve përcaktojnë gjininë strikte si mashkull dhe femër. Sa të vërteta janë këto shifra? Janë të gjitha të ruajturat, pra çdo përgjigje, çdo formular me 28 pyetje
është i ruajtur në databezin për nga ku është nxjerrë dhe ekstrakti i këtij materiali. Janë 98 rezultatet janë pabesueshme. 98% e shqiptarëve, i kam këtu një 3 pika, shprehin dëshirën për të ruajtur